që për fatin e keq që ka mungu për gjysëm shekulli. Koliçi nuk është në shkrimtarët e zakonshëm. Është një shkrimtar i jashtëzakonshëm. Unë jam dakord me termin që i vund ju eminent, por është i karasushëm me plot gojen, me Gjergj Fishten, me Lasgush Paradelsin, Fanolin, me Azderinin, dhe këtu po nalemi, dhe me vetveten e tij. Pse? E kishte fjalën për bashkëkohësit e tij që jetonin në Shqipëri në atë kohë. Në ato vite. Këtë mend që ta kuptonte ndonjë kritik letrar, ndonjë studius, e kuptoi një fotograf me emrin Marubi. Në vitin 1937, në festimet e 25 vjetorit të pambarësisë, të cilët u bën alla grande në Shkodër, ardhen pikërisht këto figura. Ardhi Koliçi, i cili në atë kohë ishte fuqi plot, sepse ishte një shkrimtar që kishte bujtuar 2 libra, ishte një shkrimtar që drejtonte gazeta dhe revista kulturore në Tiranë, ishte një shkrimtar që po projektonte Institutin e Studimeve Shqiptare. Atëherë, para se të shkojmë te kjo pjesë, Marubi përfitoi nga rasti dhe i mlodhi të katërt dhe i bani fotografi. Që ne e kena sot dëshmi. Pikërisht, kjo tregon që ishin të barazvlefshëm. Atëherë, para se të shkojmë te kjo pjesë, lutem, lejo vetëm pak një ndërpremje të shkurt. Kërkoj ndjes për ndërpremjen. Ishte shumë i bukur filmi juaj. Gjatë që unë nuk e kisha ndësh. Por le të thajme shumë pak nga jeta, nga biografia e Ernest Koliçit. U lim në Shkodër me 20 maj të 1903 në një familje fort të komun shkodrane. Për një të parit familjes i meti me emri Kolaj, cili ju vendos për pashtesa, Koliçi, prej tregtisë vazhdueshme që kishin me malin e zi. Ishte i dyti ndër fëmijë mas Mikelit, duhet me thënë zotëni Mikelit, sepse ishte i pari kardinal shqiptar Mikel Koliçi. Dhe mas tij vinin Leci, Guglielmi, Margherita, Antonieta, Viktori dhe Terezina. Mas mësimeve të para në Kolegjin Saveriani, atje dërgoi për studiu në Itali në 1918 ndokjo. Në qytetin Brescia. Fillimisht në Kolegjin Jezuit Cesare Arici në Brescia dhe pastaj në Bergamo, ku transferohet. Aty në Brescia boton poezinë e parë në gazetën që nxjerrshin gjimnazistët. Noi Giovani, bravo. Pra pakzohet me një vjersh italisht. Jo me një poezi shqipe. Kjo ka rëndësi shumë të madhe. Është masë e vërtetë. Se ky fenomeni i debutimit në gjuhën e Ujnol dhe Naim Frashërit, ai boton jo një poezi, po një libër në gjuhën perse me titullin Teheulet, ndërrimet. Dhe në këtë mënyrë ne kemi interferim kultura shqysh në hapat e parë. Një njeri që shkruan në gjuhën e huaj poezinë e parë, t'jeni të bindur që poezinë e dytë që shkruan në shqip do të vajnë shumë të bukur, sepse nuk përfaqëson më një kulturë, por një mozaik kulturore. Çka më thon, më kanë bindur. Është është autoktone e Ernest Koliçit, më Patjetër. Është bivalent, është vlen për të përmendur që u kthy në Shqipëri mas kongresit Lushnjës. Dhe mësoj Shqipen deri në detajet shqipes, kisha me thënë. Ariola, ai vjen për t'ikur, sepse 24-shën ai dënohet nga zogu dhe detyrohet të ikë për vite tana. Pra, vjen ik. Ai ishte si një stacion trenash, ku treni i parë ishte in arrivo dhe treni i dytë ishte in partenza. Mendoj që ka ardhur me bilet kthimit gjithmonë. Po diskutim. Dhe pas një gjop. Janë këto realitetet e sotme që do të prisë se s'bën biletën e kthimit dhe pas një gjop kjo ishte shumë e bukur. Është vërtet. Profesor, jeta e Koliçit mes Italisë edhe Shqipërisë, mes mërgimit. Rikthehet pushtet zogu 24-shin shkon në mërgim Koliçi, por e fillon në mretni serbo-kroate slovene, ku studion gjuhën edhe letërsinë serbo-kroate. Lën një mres madhe ky mërgim i parë. Mërgimin e parë e kthen Skrivani. Studion letërsinë e këtyre venave. Edhe boton librin e tij të parë. Është masë e vërtet kjo. Boton librin e parë jashtë shtetit. Me librin e tij kur vjen, kur zogu jep amnesti, ai vjen me libër. Gjithë vinë me valigje, ky s'ka nevojë me marr valigje, se libri është super valigje.
Është valigje kujtimesh libri. Më rezulton një gjë, profesor. Duke studiu duke ristudiu fishten, sepse ne kena studiuar në universitet, ju profesorat jeni shumë të ëmbël nga një herë në universitet. Për sa i përket figurave jeni strikt dhe kjo është gjë shumë e mirë, sepse janë disa figura që kur i rikthehena, kuptojmë se çfarë pasuniet ka vendi jon me këto figurat në rituna. Por një gjë desha me ju pyet ose me thon, si ka mundësi që këto figura kaq të nëjituna, si Gjergj Fishta, si Koliçi, si Mixheni, si shumë tjerë, kalojnë në kundërshti me sistemet totalitare. Ju jeni vetë poete dhe është e fshirë me të fut ty në ullar. Po përdori një term popullor Në shina. që me më kuptu të gjithë në gjuhësit Radio Shkodrës që kanë nivele kulturore të ndryshme. Kur them me fut poetin ose poetën në ullar, do më thënë me nënshtru rregullave qeveritare. Poeti shkrimtari i vërtet është antikonformist. S'ma se vërtet, profesor. Pikërisht, pra. Kjo është në këtë mënyrë, në këtë prizëm. Sidomos është çekani ndaj sistemit. Në këtë prizëm duhet pa edhe vërmëtaria Koliçit. Ai ishte antikonformist edhe ndaj fesë. E kishte vllahën e vet prift kardinal të arshëm. Kardinali po shqiptar, Mikel Koliçi. Pikërisht. Dhe edhe ndaj fesë Koliçi është i avancuar. Një kritik i mirëfillt. Nuk është mohu si fesë, në asnjë mënyrë, nuk është antifetar, po ama nuk është dogmatik. Sepse është antikonformist. Sepse ai nuk na vjen asnjëherë me vokacionin fetar. Ai vjen me vokacionin gjithmonë nuk i bjen kpuca. Ai ku akamen ka 42 e gjys, o do të blejnë kpuc ka 42 edhe të devër, ose kpuc ka 83 dhe rrin kama si lunar. Pra ky është poeti. Ky është shkrimtari. Që nuk i bjen kur kpuca. Është vërtet. Ju thot më përpara që i ka thur lavë të Shkodrës, por që i ka kënu edhe që Shkodra në mes, Shkodra në mes ditë, edhe Shkodra në mramje. Kena një recitim të jashtëzakonshëm të gazetarit mirënjohur Adrian Hoti, Shkodra në mes, nga Ernest Koliçi. Ata ne kemi së bashku, ta kena të diskutim sa është mëngjes. Po ti ishte mbrëmje do të thoshe jo. Jo. Po jemi në mëngjes do ta ndëgjojmë se s'ban. Nuk gaboj me ditën. Se s'ban. Jemi një linjë. Okej, një linjë. Do të pushojmë paksa. Po tjetër, do të ndjekim së bashku një recitim të mrekullueshëm të Adrian Hotit, Shkodra në mëngjese nga Ernest Koliçi. Kënojnë bashk në mëngjese, 5 kumbonare, kënojnë në ajëri, mi Shkodër ende fjet. Mbi Maranajn, që të vetlen kureshtare agimi, e jell liqen synin e qetë. Për hap lajmin e zimit, rrezja e parë, të parat për shnetje, dridhen në heshtit letë. E shpejt në të lavdi dili që e vesh fare, Shkodra kumbon me zane, zhurm e jetë. E a i dil pranvere i ri, shprazit në shtëpia, udha e lulishta, tu njall në gjyra e shkënia, tu mshtjell gjithë shka si një tisari i holl. Skaj në skaj, si lumë gzimi të rëshqit, në sytë e vashave, qesh, e mush me dritë ka qurelat e tyne, kur shkojnë shkollë. Jena sërish në studio. Do doja ta përshëndes Hotin për përzgjedhjen. Adrian Hotin. Unë kam lexuar një libër ty me intervistat personaliteteve, është një libër shumë i mirë, që e përfaqëson mjaft mirë, i butum rreth një vit më parë këtu në Shkodër. Po në këtë rast ai jep një profil tjetër, është në gjendje të përzgjell, të selektoj, dhe njëkohësisht me modulimet e zërit edhe ta tonifikoj Koliçin. Sot është një problem. Po. Të lexosh dhe të interpretosh poet që kanë jetuar një shekull më përpara ose gjysmë shekull më përpara është problem vetë se kanë rrugë gjuha. Kanë rrugë një farë mënyrët këto poet pa dashje janë vjetru, por mesazhet kanë met. Unë po them vetëm me sa e di, të paktën nga edhe bisedimet, bashkë bisedimet që kena pasur më përpara bashkë. Ernest Koliçi mbetet në ata autor që kishte një keknishte gati të standardizume.
Arjoli, kjo është shenjë sepse ai punoj mësues në Lon. Fillimisht e ka filluar në Shqipëri, rikthimi në Shqipëri. Sapo erdhi në Shqipëri. Shkollën e tregtisë. Po, në shkollën tregtare, në shkollën tregtare të Vlonës. Dhe duke shkuar në Vlonë vetveti ju futen elemente do të thoja tipike të folurit lab, siç është për shembull fragmenti Hanko, mos na shkelmi varre se të vdekurit i ngjallët të gjallët i çmende fare. Pra, një bukuroshe e vdekur që vazhdon imazhi i saj, po mënyra e recitimit të kësaj poezie ka një foni shumë çuditshme që nuk mundesh me thënë shkodrançe. Me kuptu, po e fillon pak si në gjuhën malazeze, Hanko. Pikërisht, po. Profesor, diçka Është vërtet. Pra i ka bë mirë kjo zhvennosje e koliçit nga veriu në jug, e ka bë mirë sepse e ka përveçuar me fonemat që ka dialekti i jugut. Dhe disa fonema të jugut janë me të vërtet interesante në momente të tilla, për shembull Bir Selman i nënës, këtë çaj më parë, njërin e kam burrë, tjetrin e kam djalë. Pra, ndryshon theksi edhe melodia, do të thojë unë, e vargut në veri ku kemi trim më Gjergj Elez Alia, tash 9 vjet 9 plak në trup mi ka, në variantin njërin e kam burrë, tjetrin e kam djalë. Për interpretimin, profesor, është i jashtëzakonshëm interpretimi. Vlen mrejsa sepse të bën me anë gjuhë, profesor. Këtë e kena edhe në audicion bashkë me ju. Je gjithanshëm. Kisha dashur me unal disi pak të këngët e buta, të cilët butohen në 33-shin me pseudonimin Hilushi. Janë këngët e Dugaxhinit, që i shkruan në kohën që ai kishte një nales në Dugaxhin, në malet e Dugaxhinit, domethënë andajna. Këngët e buta i thojmë këngët erotike, por pse i shkruan në pseudonim? Këngët e forta janë këngët epike, ndërsa këngët e buta janë këngët lirike. Lirike, po. Është një ndamje kuptohet fiktive. Realisht me bizedu me Zep Shope nuk e pranon, me bizedu me Koles Gajtani nuk e pranon. Se nuk e pranoj, profesor? Nuk ka ndamje të tillë. Me bizedu me Boshnjakun që fitu çmimin e parë të Lulebora nuk e pranon, sepse është nuk e pranon asnjë. Sepse është një koncept gati një marrëveshje, sepse realisht ato janë folklor. Dhe folklorin na mund ta ndajmë nëpër parcela vetëm për arsye studimore. Folklori është një jetan. Me territore. Me territore, me zona. Folklori është kulturë e gjallë e kombit. Dhe në momentin që folklori hyn në muzeum, është mjerim për kombin. Sepse nuk u ushqen ma drejt për drejt si prejt që u ushqen lumin, lumi që u ushqen detin e kështu me radhë. Unë vjen mirë që Shqipënia me gjithë problemet që ka, pak në një problem ende e ka në rregull. Ne jemi shumë afër rrjedhës burimore, pra me fjalë, tradita jonë. Ajo që quhet paraletërsi, ndryshe folklor ose folklor real, herë mas herët e reaktivizohet, jo me forcën e dikushme, po ama flan aty në ndhej si një prujë në ndheshëm. Kena diçka në gen. Po. Edhe gjeni doshi po doshi e nxjerr. Jo, kjo vjen të rinë forën e malsorëve, shkon në malsinë e madhe, bizedo me i gru ose me i burr, ai thot prit çat paça. Prit çat paça duket sikur po reciton një varg poezie. Mos e vërtet. Kurse në Shkodër ke i bim tull kur na gërse dera kusha. Vinëre sa ashpër është e folën e vënë e përditshme, ndërsa ata mirë se të pruni Zoti. Profesor, ne kena duke të huazuar mirë se të pruni Nadia. E filloj me Nadia. Është e vërtet, kjo është. Po, mu m'pëlqen kjo. Edhe mu m'pëlqen. Mu m'pëlqen Nadia, sidomos është një koncept i nuk e di, është shqiptare, është nga gjuhë huaja, po m'pëlqen Nadia mirë, m'pëlqen më shumë se Mirëmëngjesi, i cili më duket stereotip, edhe që më duket gati si me dash me hek qafet atë tjetrin, kurse Nadia mirë se kur e fton, si kur e pranon dhe e hyn. Edhe Koliçi përdor Nadia mirë në të folurën e tij. Në të folurën e përditshme. Atëherë unë isha pak fakt munal të kjo. Pse Koliçi me një pseudonim Hilushi? Edhe një herë pyetjem? Me një pseudonim në botim, Hilushi. Për çka? Cila është arsyeja? Ai bani shumë botime të tjera në emrin e vet, pas një lloj frikët, pas një lloj censure. Ka qenë mod Ariola. Aha. Të gjithë pa përjashtim
të gjithë shkrimtarët e viteve 30 kanë shkruar me pseudonim. Në pseudonime. Ka shkruar Migjeni, Po. një kohë Mos e që ka vërtet, shkruar ja. Fishta, Fishta i parë, e filloi Fishta. ka duket. shkruar Anton Arapi, ka shkruar Zedeja, kanë qenë dy arsi, ka shkruar Helenau, Kolmirdita, ka shkruar Velistafa Platonikos, ka shkruar Gaspar Pali Gimi. Po. Arsyeja ka qenë dy fisht. E para për mod. Po. Pra nëse një shkrimtar e përdor pseudonim, pse mos ta përdori pseudonimin unë. Pastaj ka qenë ajo frika që duhet të ketë një shkrimtar serioz, nëse ka bën një kryevepër apo një birë në ujë. Dhe në momentin që shkrimi delte në pseudonim, ai ndëgjonte tazan në kafe, duke ja shah ose duke ja lëvdu krimin. Në momentin që dikush ja lëvdonte, Analizën që i bëhet veprës. pikërisht kafja malle ka qenë për shembull redaksia po shpallën e Shkodrës, aty u diskutote, kafja malle. Dhe nëse shkrimtari merrte aprovimin, atëherë kjo ishte një plus për më vazhdu rrugën. Nëse merrte disaprovimin, ka mundësi që ajo ndërpriste. Ndërpriste aty. Sepse kanë pas dinjitet shumë madh. Nuk e merrte pendën me shkruar kushdo. Po. E dyta, frika nga cenzura. Frika nga futja në burg. Ka pas shumë Po, shkrimtarë. atëherë ishte koha faktikisht, sepse kjo ndodh në 1933-shin. Normal që ishte koha ku censurohej çdo vepër, Censuroi dhe ndërshkoi. Edhe ndërshkoi. Jo gjithmonë, jo gjithmonë. Ligji e sistemet ato kohë. Është vërtet. Vepra e Migjenit për shembull, Vargjet Lira ka shkuar në karton. Ju e dini për Është mos e bukurin. vërtet kjo. Po, është Ndoshta vërtet. në një shkrimtar siç është Nën Dabullo ka bën burg. Është rasti vetëm, po ama është precedent. Vim deri tek Visarshiti me Po, burgun. pastaj më vonë filloi një sistem tjetër. Një sistem ama më i eager se i përparshëm. Jashtë letrarëve për shembull. Jashtë letrar. Nëse i pari ishte letrar, ky i dyti, rasti i Visarit, rasti i Petra Ebnorit e shumë shkrimtarëve të tjerë. Marko. Petra Marko e janë jashtë letrar. Një risi që Petra Marko vjen shpëtohet nga Ernest Koliçi. Është vërtet. Për mos me baburg. Është vërtet, është shumë e vërtet kjo. Sa po e merr vesh që e kishin Nuk e kam ditë, më ka bën shumë përshtypje ky veprim, por Koliçi ka bën një veprim tjetër. Ka dash me shpëtu Norbert Joklin, albanologun. Albanologun, është mas e vërtet. Kishin fut një kamp për qëndrimit, i ka shkruar letër Hitlerit, merr ramen. Me pas një guzim. Dhe pun ditësh. Po me Petra Markon arrin veç me shpëtu. Arrin me shpëtu. E njëjta gjë nuk ndodh me Toplin. Po dy herë nuk vjen trofeja në njëjtin nis. Kështu që është, unë mendoj që në rastin e Joklit e ka bërë një veprim për mendimin tim që e kalon edhe rastin e Petra Markos, sepse kalon në një kërkesë nërkombëtare. Pra e nërkombëtarizon rolin e Norbert Joklit për kulturën shqiptare. Propozimi i parë ka qenë ky, që në momentin që vjen në Shqipëri, mos me lanë me çarkullu të lirë, po me fut në konventin franceskan me vesh si franceskan dhe mos me marr më vesh kush që Jokli ekziston deri në ditët më të mira. Ky ka qenë projekti i Koliçit, me prunë Shqipni Joklin dhe me herë me masku. Me tjetërsu, dhe biseda me Fishtën ka rezultuar se Fishta në atë kohë ishte provincial, ka rezultuar pozitive. Në Abinisin ne japim punë në bibliotek. Bile na shërben kulturë shqiptare. Fishta dhe Koliçi janë në një vit. Vlla motër, dy vllazën jeni me tjetër. Dy vllazën vërtet. Po. Në 37-ën mbrën tezën për doktoraturë me temën Epika popullore shqiptare, epika populare albaneze në Itali, profesor. Po. Dhe ka pas drejtues Karlo Taljavinin. Len gjithçka po Taljavinin. Len gjithçka në Shqipni, len edhe mësuesin që kishte për me shku me mbrojt një tezë shumë të rëndësishme. Dhe oponent ka pas Joklin. Po, në 37-ën ka pas Joklin. Atë Jokl që don me shpëtu, pastaj e ka për detyrë me pështu. Se e ka baniri, Jokli e ka baniri Koliçi. Kur tham njëri shkencë. Është mos e vërtet kjo profesor. Këtë punë bani edhe ju. Na marrni në përmasa minimale. Me gjithë shef po në përmasa minimale. Po, mirë, jam dakord. Edhe step by step jo me hapa vegane si Koliçi. Ja me hapa vegane, po, edhe me hapa vegane edhe në kohën e Koliçit, vetëm Koliçi më duket sikur ka avancuar përpara. Është vërtet. Po me atë hap vegan zbulon edhe Migjenin. Të lindet njeriu. Është e vërtet. Koliçit revista ati e ka drejtu dy revista, revistën Iliria dhe revistën Përpjekje Shqiptare. Të dyja. Shajzat duket. Shajzat më vonë. Në vitin 57. Ka zgjatë prej 18 vitesh më dhejnë, që në Itali. Ne po flasim për periudhën që zbulon Migjenin. Për periudhën këto është mas e vërtet. Jemi 20 vjet përpara, është zbuluesi i Migjenit, jo vetëm zbuluesi.
por edhe do të thojë unë promovuesi i imigjenit, Promovuesi i imigjenit. duke i thënë na bjerë materiale tjera. Pra Po, poezia është jote masë është e shumë e vërtet. bukur në përresim materiale të Po, tjera. është shumë e vërtet. E nxit imigjenin, i cili kishte dy nevoja kishte imigjeni në atë kohë. Me qenë se i smuri ishte edhe pa parë. Pra një formë mënyre e afron edhe monetarisht, por me gjitha Ekonomikisht, një ndihmë edhe ekonomike. i ngërë nivelin i qënë tonusin e ti për me jetu dhe për më shkru se imigjeni realisht shkonte o nga Puka në Shkodër për mushnosh, ose nga Selaniku në Torino Në Torino t'Italis për t'Italis. mushnosh, dhe në këtë kohë shkruan të poezi. Aty ku mbeti dhe nuk mujtë marrë Donte një përkraje morale, dhe kjo i ullam me gjithë bani një shpirtin. shtys, i bani një shtys, i dha një motiv me jetu nështë deri në ditë të fundit. Tek e fundit ishte i pari që e kuptoj, sepse imigjeni është pak sa hermetik. Imigjeni njifte gjitha shkollat. Në këtë kohë hermetizmi filloi të lulëzonte në Itali me Salvatore Quasimodo, me Eugenio Montanën dhe me Ungaritin. Dhe e ditës që ky shkrimtar po sillte në letërsinë tonë jo evolucion, po sillte revolucion. Po sillte për ditë pranojnë zotat, e rrshasin trajtat e tyne, e se s'po merret ma bësht kush është njëri e kush është zot. Më thoni një poet ose një shkrimtar që flet një mënyrë kaq të jashtëzakonshme. Sidomos Barku, se s'po merret bësht kush është njëri e kush është zot. Një njëri ka me hyp majën e qiellit e ka me thonë, "Parani, ku je?" Kjo bëhet fjalë për vitet 30, Saktësisht vitin 36. 36. A imagjinon sa koherente, a e kupton sa koherencë jena me Kjo këtë vite sot? Migjeni ka qenë gjeni edhe Koliçi ka qenë gjeni. Ne këta nuk janë Gjeni shkrimtarë. zbuloj njëri tjetrin duket. Jo rastisht. Ariol ka një dedikim Migjeni për Nietzsche, Po. sepse edhe Nietzsche Është e ishte vërtet, gjeni. Nietzsche ishte gjeni. Kanë gjetur Edhe ishte një një tjetër. linjë, një linjë ishte të tre. Ndërsa Koliçi s'ka përmend Nietzsche, po është në gjurmë të Luigi Pirandello që sapo kishte fituar çmimin Nobel. Se çuditërisht unë e kam Pra njëri ka fort Nietzsche për në zemër afër, Pirandello. tjetri ka Pirandellon. Po, është e Është vërtet. shumë e çuditshme. Pra janë shkrimtarë të cilët përveç për masave tyne, gjithnjë janë në raport të drejt për drejt o me një filozof ose me një shkrimtar më të madh se vetja. Po jo si Epigon. Jo si Epigon. Epigon do të thonë me imitu. Me imitu, jo imitus. Me pas si shembull. Ja. Dhe Nuk është imitus. Nuk mund është me kërhasu mas kërken Koliçin, Më profesor. kom zë që ka dhënë një mendim shumë interesant për Migjenin, kur thotë Migjenin nuk ka paraardhës dhe nuk ka pasardhës. Shumë interesante ky mendim. Është vetvetja e tij. Kurse për Koliçin unë do ta quaja shkrimtar mozaik, Mozaik. sepse nuk e merr vesh ku fillon dhe ku mbaron Koliçi. Ai kalon tana dimensionet. Është më i thellë se thellësia, më i lartë se lartësia dhe më i gjerë se gjerësia. Pra kena kalu Nuk kena ma për masa. Nuk ka për masa. Nuk i bjen. Profesor, në 47-ën, se me lënë përkohshme në L'Albani Libre. Po. E buton në emigracion, titulli është se titulli francez. Këtë nuk e konceptojnë. Sinqerisht, ndoshta më ke gjetë pikën më dopt formimit tim. Nuk është pikë dopt formimit. Kam pyet dhe nuk kam marrë kur përgjigje, ndoshta për ekzibicion, dhe ndoshta se në vitin që po flasim, nuk ishte anglishtja gjuhë ndërkombëtare, të paktën për arealin ton, por ka qenë frëngjishtja. Po. Pra, me i lan kësaj gazete, me i lan një përmas europiane. Sot ne kemi krejtësisht zakonshme të fusim terma anglicizma quhen. Por mos harrojmë që në vitin 40 kanë qenë mod frëngjizmat dhe italianicizmat, e mos harrojmë që në vitin 10 kanë qenë turqizmat. Kanë qenë turqizmat. Ne fillojmë me turqizmat. Edhe sot mu më nepet me thonë aksham për masdite. E them rrallë, po është e pa mundën mos me thonë njërë. Pse? Është rënjos, ose përdori fjallën jeshil, në vend që me thonë të blerë, sidomos në sistemin pejorativ. Në momentin që du më shkru për një person i cili nuk i pëlqoj vërteta që i thash, tham u baj jeshil në ftyrë. Po mi thonë u baj blerë në ftyrë, s'kam thonë asgjë. Në momentin që i tham jeshil, është dhanë konotacioni plot. Edhe jeshil ka një domethënie krejt nërshme, nuk është krejt e blert. Të kështë por, është më efektuar. Është më efektuar, është një ngjyra e detit që nuk mundesh me ja thonë me një ngjyrë tjetër, ka një herë ajo jeshilta e detit. Mëne janë disa këngë të zajmë të Big Noise, këngë popullore kam fjalën, apo Çirçira e Lushit, apo ndoshta edhe të Bjerë Çamilit, që i shkon fjala penxhere në vend fjalës dritare. Është e habitshme.
Dritare që është fjallë jona përditshme që është shive tingëllon keq në konotacionin mori vajzë, mori gjevere, e nxerre kryt më në pengjere. Del tepër bukur. Nuk mundesh me zëvendësuar. Është e habitshme. Është pa zëvendësueshme, është pa krahastueshme kisha më thënë. Po. Kështu edhe Koliçi në përgjithësi përdor leksikun e tij, por megjithëse ka kulturë italiane, as edhe një herë nuk përdor italianicizma. Është shumë purist në gjuhën e tij. Edhe Lazgushi, po kështu. Lazgush Poradesi. E kena Koliçin me një vepër Simfonia e Shqipeve. Po. Është poezi? Është një poem. Poem e gjatë. Dhe aty ka ndodhur një diçka shumë interesante. Prandaj unë ala pak. Unë kam lexuar një poet mrekullueshëm amerikan, kuptohet, kam pas fatin me lexuar në anglisht. Edgar Lee Master. Libri i tij është Anthology of Spoon River. Spoon River janë varrezat e Michiganit. Dhe Channel, poeti ka një farmoshet, është ta zëm 60 vjeç apo 70 vjeç, del në rrugë dhe njeh shumë pak njerëz. Janë duke kalu fëmijët e shokëve të tij fëminis, apo të shoqëve të veta të fëminis, të cilat kanë dek. Kanë dek shoqët e fëminis, kanë dek të shokët e fëminis. Po janë fëmijët e tyre, po fëmijët e tyre nuk e njeh. Rrallë nga një hund, nga një sy, nga një flok. Arrin, mendon që mund të jenë përngjamje. Mund të jenë djali ose po, nuk ka siguri. Kur shkon varreza i njefton. I njefton se janë aty, edhe i lexon. Por çfarë bën Ariol? Ku lidhet kjo me Koliçin, profesor? Në këtë moment po ta shpjegoj sepse është shumë interesante. Shkon dhe lexon digjituara dhe digjiturat janë shkruar me shumë keq, me përjashtim të emrit, me emrit, ditës lindjes, ditës vdekjes, për një vend që për një person i cili kishte qenë koprat stan jetën, kishin shkruar bujar. Për një njerëz që kishte qenë i ndershëm ton jetën nuk thuhet që ka qenë i ndershëm. Atëherë çfarë bën kë? I rishkruan edhe herë pyetave dhe botën librin. Me realitetin e këtyre. Çka ka Koliçi tash. Koliçi është një njohës kaq i madh i historisë. Saqi rrëngen nga vorrin, Baramcurin, Dëxholulin, Skanderbegun, Çerçistopullin. Është pas e vërtet kjo. Dhe i fut në poem si gjallë. I jep mikrofonin po si më keni lanë ju sot këtë mikrofon për me fol për para në gjuzëve të Radio Shkodrës, ai jep mikrofonin flit me i thot. Flet Luiç Gorakuqi i vram. Është pas e vërtet kjo. Po kjo rrëngëritja nga varret, unë s'besoj në botë që e ka lexu Koliçi Edgar Lee Masterin, po është e njëjta mrekulli se vetëm arti të bën pa vdekshëm. Askush tjetër. Imagjinoni ju Marilyn Monroe. Pse ka mete pa vdekshme? Sepse është kthy në një ikonë pikturët. Dhe në momentin që është kthy në ikonë bukuriet, ajo herë është me sfondin jeshil, herë është me sfondin blu, herë është me sfondin portokall, po është e bukur pavarësisht nga sfondi. Dhe komet nuk është Elizabeth Taylor ta xajm. Nuk është Madonna, si simboli i bukurisë eterne të gruas, po është pikërisht Marilyn Monroe. Kështu që ky krijon një idol. Idolin e Tazan Luiç Gorakuqi, politikanit pa korruptum. Baramcurit, prap politikanit i cili vritet, po nuk dorëzohet. Nëse marrim Skanderbegun. Mos ndoshta kishte për Gorakuqi një detyrë nga që ishte edhe shok i ngushtë me Karl Gorakuqin dhe Shën Gorakuqi. Jo, ishte shok për veten. Ishte shok për veten. Sepse ishin gati. Sepse e tret Gorakuqi si janë Shqipni. Diskutim ai ka pas. Gorakuqi e man krahun e tij të djathtë. Pikërisht. Pra, këto njerëz që kishin vdek, ky i ban pa vdekshëm nëpërmjet poemës të Simfonia e Shqipeve. Është vërtet. Pra, Shqipe, kush janë Shqipe? Këto njerëz. Këto janë, këto kokat. Mirë po, shumë i mëshëm, fut edhe jetën e përditshme. Fut politikanin e korruptum, i cili do me i marr votat popullit, dhe fillon me i thonë do t'ju bëj këtë, nuk do t'ju bëj këtë, po jo për një herë. Po do ta bëjmë shkallë zhvillimin. Ku të ditë tona, ka 30 vjet që na rrajnë, do të bëhen ditë më të mira, dhe ata që e kanë kuptuar e kanë lënë këtë vend. Na që nuk e kena kuptuar paresim prapë, dhe ndoshta edhe 30 vjet tjera. Ja fragment. Ta bëj një pyetje vetëm. Ja fragment. Një pyetje jashtë. Mendon se nuk e kena kuptuar?
Depended from the point of view. Nga pika e shikimit, nga e mendimit. Përgjigja që jep njeriu i popullit, dhe kështu është një personazh, një njeri i popullit. Dhe personi që ka fol, që thot përparimi bëhet shkallë, prandaj pritni, edhe 20 vjet, edhe 30 vjet, edhe 100 vjet. Përgjigja e njeriu të popullit është kjo. Dëgjoj sa shumë e bukur. Mirë po e di mor lumzët nia se kam po njitet shkalla, por kur buk mu të mlypin fëmia, s'mund t'i ngijon me këto prova. Shumë e çuditshme. Një poet do thojë on që në vargje të tjera është olimpik. Shkruan për zona, shkruan për shtej zaballe etj, kur vjen puna për me fol për popullin e tij, flet direkt si me kanë ai rapsut. Mirë po e di mor lumzit nia se kam po njitet shkalla, por kur buk mu të mlypin fëmia, s'mund t'i ngi on me këtë pralla. Ky është Kuliçi i vërtet. Kuliçi i drejt për drejt. I drejt për drejt. Kuliçi që i nalet zemra kur populli i tij s'ka që han buk. E sjell të shpalosën në novelën e tij Tregtar Flamësh. Po. Një kohë të Shkodrës, ku Shkodra ishte epiqendra, kisha me thënë, e tregtisë. Është e vërtet. Edhe Çanoltu kanë Shkodra epiqendra e tregtisë. Jo i tregtisë kombëtare, po unë do të thojë edhe ndërkombëtare. Po tjetër që ishte ndërkombëtare, se ishte një urlillse e Ballkanit me Europën perëndimore edhe shumë tjera. Realisht janë nisë nga Europa. Kjo është e vërtetë, edhe kjo është shumë mirë, edhe nëpërmjet letërsisë mund të kalojmë, mund të nxjerrim pak dukurit Shkodrës. Ma mirë se ndoshta me historinë. Në këtë rast po japim një mesazh pozitiv. Patjetër që po. Po ndoshta më ndal edhe te kjo. I godet në shenjë. Shkodrant, kisha me thënë, sepse niset me tregtarët e Shkodrant. Shumë të dhënën mas tregtisë, shumë të dhënën mas lekut, deri diku shpirtënorja e kamuflu me mbrëmja vedit, e zhytun me dek. Po e lidhi direkt, Tregtar Flamësh. Një djalë i ri që sa po ardhun, sa po formum, një poet i za, sa po i ka dalë zani për një poet i jashtëzakonshëm, të një dyqan, të një dugaj, siç e thot, neshet me një stok të madh flamësh shqiptar, po. Kështu quhet bakall, njeriu pra me vjet që po edhe stoqet e flamëve, është ajo në fokus. E kuptoj. Kaq mirë e njeh kohën edhe po kaq bukur e shpalos. Na vjen një prozë fantastike, të cilën edhe sot kur e lexojmë duket sikur eci nëpër këto rrugicat e Shkodrës. E godit i tije shtresën aso kohë, profesor? Çka i mungon të Shkodrës? Ju më kërkoni që t'jap një mendim për majtën e kësaj novele. Një mendim, ndoshta edhe një analizë vogël krejt, atë mendimin e shpirtit. Mua më intereson në rol par forma. Po, forma. Estetika e saj është e vërtetë. Ka një titull Tregtar Flamësh që është vërtet titulli i këtij tregimi, po mos harro, Ariol, që është edhe titulli i gjithë librit. Është masë e vërtetë. Kuise i veprës prozaike. Zakonisht një poet që boton një libër çfarë zgjell për titull, poezi më e bukur. Ose vargun më e bukur. Ja, masë me ju, është masë e vërtetë. Kështu dhe Kuliçi e kuptoi me intuit që në tonë këtë libër, me titullin Tregtar Flamësh, kush ishte tregimi më i mirë? Në të vërtetë, ju keni një libër që thot Han Xhakut. Po kalojmë manajnë atë. Ja vën titullin Tregtar Flamësh. Pra kjo është ana formës. Ana për majtës është. Vetëm titull të zgjon çfarë do të thonë Tregtar Flamësh. Edhe Tregtar dhe Flamësh, se Flamëri nuk shitet. Po Flamëri mund vritesh. Mund me thonë një gjë, në veprat e Kuliçit. Flamëri nuk është monedhë që mund ta konvertosh. Një flamur shqiptar me 3 flamuj zviceran, ose me gjysmë flamurit zviceran, ose me një flamur zviceran e 35 qindarka. Na kena këtu flamurin shqiptar. Kena në vend, kena kurrë kena stoqe flamuj shqiptar. Këtu kemi stoqe flamuj shqiptar, po që si blen kërkush, kjo është edhe maket shqiptar. Ja, ne presim marr një ditë pavarësie. Karakteristika është kjo, që Kuliçi i ka quajtur tregimet e tij novela. Po. Pse i quajnë novela për këtë? Këtu është. A din Kuliçi që tregimi ka vetëm një ngjarje?
ka vetëm një personazh dhe novela ka të paktën 2 personazhe kryesore dhe të paktën 2 Kush mund linja të me dikte veprimi. më mirë se Koliçi, kisha më Çfarë thënë. janë? Tërgimet e Koliçit janë novela në miniaturë. Mhm. Dhe Koliçi ka sintetizu, është pak a shumë në qoftë se më ndu që me më kuptu në gjusi Radio Shkodrës. Jam dakord me ju, Është profesor. njësoj si me ble 2 kg qumsh në dyqan dhe me ble kutin të vogël qumsh milk. Qumshtin milk të mund është me shku në shtëpi, me halujt në rrobë dhe të bëhen 2 kg qumsh. Pra, tërgimet e tia, që janë? Janë vazhdimisht kondensume. Esencë letërsie. Ja, është me të vërtetë, është rast shumë i veçantë, sepse këtu kemi 2 personazhe kryesore. Është tregtari, po është edhe poeti. Edhe poeti. Kurse nga numri i faqeve janë 8 faqe. Nuk janë shumë, Pra, është e vërtetë. nga ana Të gjitha nga ana sasi është faqeve vërtet. ne kemi tregim. tregim po. Nga ana përmajtës kemi novel. Dhe për atë punë na pëlqen. Se ka më Koliçi. shumë se një. Jo, është i paklasifikueshëm. Po. Dhe në momentin që kemi një poet i cili habitet se si tregtari i thot, a do të dalin Shqipnia në vedi? Dhe thot, thot, po në këtë njeri thot e kam menu që mendon vetëm përfitime. Dhe kur ai thot, po, do të dalin Shqipnia në vedi tregtarit, tregtari thot, sa mirë, se po më shritet një kjo pelhurë kuqe. Kështu e quajnë flamurin. Pelhurë kuqe, dhe me dur të ti tanë bëj, e tanë kokë rrorizit e kokë Ajo makaronesh. ishte pjesa që i rretohet, po. Ka çdon poeti i thot, mos e prek, Mos e prek se më. për atë flamur kanë dhënë jetën kaq dëshmor edhe del E nga rreshton historinë. del nga dyqani për të mos u kthy më kurrë tan jetën e vet. Është kjo zgjidhje është një zgjidhje dramatike. E ka përcen tërgimin dhe ku shkon te novela. Kështu është pra, Koliçi është një shkrimtar trans. Këtë do të përdor ajo. Po, tjetër. Shkrimtar trans sepse nuk respekton as tërgimin, as novelën. As novela. Ecë në një gjini, do të thojë unë, të pa klasifikueshme, por çka ka? Ne na bën me majt mend 2 personazhet, jo një. Edhe tregtarin, edhe Poetin. sepse janë në antipod njëri me tjetrin. Nuk mund konceptohet e bardha pa të zezën, ose e zeza pa të bardhën. Nuk mund konceptohet njëshi pa dyshin, nuk mund konceptohet nata pa ditën, dimni pa verën. Pra në këtë raport black and white është komplet krimtaria e Koliçit në veçanti ky tregim që është tregim qels. Është tregim qels. Veprimtarin e tij. Është tregim qels. Po tek Han Gjakut, profesor. Kena gati një blasfemi. Po. Një han me një ollat kuqe për shikon luftën. Po. Te çiftit që ne kena në prozë. Unë mendoj, kur them unë mendoj, këtë term e kam marrë nga kultura mrekullueshme angleze. Çdo angles në bashkëbizetim me tjetrin dhe në këtë rast ne jemi në bashkëbizetim. Patjetër. Për modesti, me respektu tjetrin, nuk i thot që ai të i thon, mos ja fut kot. Është kështu. Dhe kështu flasim ne shpesh herë, kemi shumë protagonizëm kur flasim. Anglezët e kanë I think. Unë mendoj. Edhe e kanë pothuajse në të gjitha. E kanë detyrueshme. E kanë të detyrueshme. E kanë detyrueshme. Edukat. E kanë edukat. Edhe gjuhësisht e kanë të sintagën gjuhësore. E kuptoj. Ajo që mu më pëlqen dhe mi gjeni është kjo. Është në Që malsort, sa herë që kanë myt një gjel, ose sa herë që kanë myt një viç, e kanë marrë bërnjën e viçit, ose bërnjën e gjelit, e kanë çu nga dilli, dhe në qoftë se ka dalë një pikë gjakut, kanë thënë kena luftë. Në qoftë se s'ka dalë asnjë pikë gjakut, kena paqe. Çka ka bën mi gjeni këtu? Çka ka bën Koliçi këtu? Çka ka bën? Ka marrë mentalitetin pagan të popullit ton, dhe nga paganizmi ka kalu te modernizmi, pa realizmin. Shihni ato hapat vegane që e fillu me bisedën, Patjetër. Ky djeg etapat. Është shkrimtar ti djeg etapat. Nga paganizmi shkon e kalon te modernizmi. Realizmit nuk i thot as ndonjë tjetër. A kena ndonjë fije erotik tek Han Gjakut? Është një histori të shënjet, profesor. Unë besoj që po, sepse tek e fundit gjithë tregimi zhvillohet midis një djali dhe një vajze që janë në pragun e falling love. Janë në momentin që janë duke rënë dashuri, por kjo lehet pezull dhe nuk merret vesh kurrë. Do të martohen, do të bashkëjetojnë
apo do të ndahen. Thua është një lloj parash Është një tërgim pezull, unë do ta quaj këtë më tepër është një prozë poetike. një prozë, po. Se sa është një tërgim i mirëfillt siç ishte. Po, siç është më ishte. tërtar flamë, Është nëse mund të flasim me një term që është përdorur në vitet 30, po jo në Shqipëri, në botë, është parimi i icebergut. Në këtë tërgim 6 përmasa janë në ujë dhe vetëm një përmas është ashtu si icebergu. Kur shohim një iceberg në oqean dhe shohim një fije, ti është bindun që 6 tjerat janë në ujë. Shumë guximtar Kuliçi, me dha një tregim dashunie për kohët, për vitet e asaj kohe. Nëse nuk je guximtar, nuk je artist. Kjo nuk vlen vetëm për Kuliçin, vlen për Lazgushin. A do më të recitu 4 vazhdet Lazgushit guximtare, se dashuroja as unë as ti, por dashuron të dashuria, një dashuri, një fsheptësi, me fshef se vetë fshepësia. Shumë i guximshëm. Jashtëzakonshëm. Se këtë duhet me lezu 3 herë, 10 herë, 100 herë, kisha me thënë. për me arrit me kuptu gjysën. Sepse edhe kjo është me parimin e icebergut. Është si një lojë fjalësh, është si një kalambur, po në fakt është shumë e bukur. Me gjeni pra guxon. Edhe guxon gjithmonë. Guxon edhe tek rronjët në lëvizjen që e shkruan në Itali. Në momentin që jemi në vitin 65, parashikon mbylljen e kishave dhe xhamiave. Por parashikon një në kohë hapjen e tyne. Gjanë që asjeni prej nesh kur u mbyllën kishat e xhamiat, nuk mendote që ka me vazhdu komunizmi tani jetën. Ai para se mu mbyll kishat e xhamiat, thot kanë mu mbyll, po kanë mu hapër. Një mrekulli. Një parashikim, një profet gati do të thoja. Pjesën e fundit të tij, rreth 30 vitet e fundit, i çon në Rom. 30 vitet e fundit janë gjysmë, nuk ka pjesa e fundit. Gjysma e si, po. Gjysma e si. Po, gjysmën e ka mbrëm, gjysmën e ka jashtë. I çon në Rom, prej ku ai merret vetëm me publikimet shqiptare. Është e vërtetë. Kisha me thënë, shkon në Itali, por jeton në Shqipëri. Me mbështetjen e kam mbështet Martin Camen, kam mbështet Arshipipën, të cilët gjetën steret e Kuliçit dhe njëri iku në Amerikë, dhe tjetër iku në Gjermani, duke ba atë shkollën e kulturës të Ernest Kuliçit të revista Shajzat. Shajzat ishte një mrekulli. Jashtëzakonshme. Unë do ta quaja jo revistë, po enciklopedi të kulturës shqiptare, e cila mbijetoi, pra nëse këtu letërsia në Shqipëri u bën gazetë, u bën revistë, atje vazhdet me të letërsisë siç kishte qenë më përpara, duke vlerësuar figura siç është Fishta, Zadeja, Harapi e tjerë që përmendëm pak më përpara, dhe megjithatë filloi të manifestohej folklori arbëresh. Ka pas një najtje tek Arbresht, ka pas misi ngushta me Arbresht. Ka shkruar Kanxhelet e Rilindjes. Për Arbresht. Është një derad i dytë. Pra nëse mund të flitet, nëse ka imitu Ken Kuliçi, ka imitu vetëm Jerenim Deradin. Po vetë Jerenim Derada, adin të kishte imitu edhe Gabriel Deradin ka kanë imitu. Jo, më kam dëshirë. Pra i takon që Kuliçi me imitu popullin e tij. Po cilin popull? Popullin para 500 vjetëve. Popullin gjakun ton të shprishur. Gjakun ton të shprishur. Dhe kjo është vlerë e tij. Është vlerë e jashtëzakonshme e tij. Në 15 janar të 75 vdes në Itali, në Rom, edhe varroset me datën 18. Një fatkeqësi kombëtare. E mbyll, por që ka lënë një pasuni nërkombëtare, jo vetëm kombëtare, po nërkombëtare, sepse janë botuar edhe shumë antologji, ka përkthyer edhe shumë poet huaj. Kuliçi ka fatin e madh që ka përkthyer laudën e Malësisë në italisht, ka përkthyer gjithë poetët modern shqiptar në italisht, antologjia della lirica albanese në 63 në Milano, por ka fatin e madh që ka përkthyer poetët italian, po është i përkthyer për vete, deri në arabisht, deri në frëngjisht, deri në anglisht. Pra, përkthyesi i përkthyer. Kjo nuk i noll kuj, i noll vetëm shkrimtarëve tepër të mëdhenj. Gjenive. Profesor, unë kisha dashur që mos më marru kjo bisedë edhe për një 2-3 orë tjera. Kena dhënë një Unë du me përshëndet edhe i herë. Zepçopën që ka punu në Radio Shkodra. Gjahit Bushatin, shkrimtar, që ka punu në Radio Shkodra. Kolec Gajtanin,
muzikolog që ka punu në Radio Shkodra, poetin Dashamir Dini që ka punu në Radio Shkodra dhe po bëjnë 3 minutën e heshtjes, muzikologun Lek Plani, i cili vërtet nuk jeton, por ka lënë kocat në Radio Shkodra, ka lënë shpirtin e tij, ata sytë e tij të mrekullueshëm, atë krifën e verdhë dhe humorin e jashtëzakonshëm. Unë të falenderoj. Ne jemi mbledh për kuliqën, më kam qef t'i bëj homazh. Është masë e vërtet kjo. Planit. Është masë e vërtet. Lek Plani, kjo është fjala e fundit që kam qef shqiptoj para jush, sepse e meriton. E meriton, është masë e vërtet kjo profesor. Unë falenderoj shumë që ishe me ne në studio. Falenderoj edhe për gjithçka që shpalose sot. I terma të jashtëzakonshme. Ariola, Është me mbyll emisionin me fjalën e fundit siç e thatë jo. Lek Plani. Edhe me zonin e mrekullueshëm të Adrian Hotit, me një poezi tjetër nga Ernest Koliçi, Tingëllim dashurie. Shumë faleminderit që ishe me ne. Faleminderit ju. Faleminderit teknika. Të dashur dëgjues, këtu mbyllim emisionin për sot. Takohemi shtullën tjetër me një personazh tjetër dhe me një ftuar tjetër po kaq special. Ju faleminderit që ishit me ne. Mirupafshim.